Qendra Publike e Formimit Profesional në Fier ka hapur sezonin e ri të kurseve të trajtimit profesional, duke ofruar një mundësi konkrete për punë kërkuesit e papunë, kategoritë në nevojë, shtresat vulnerabël dhe komunitetet etnike, si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së aftësive profesionale dhe integrimit në tregun e punës. Krahas programeve të më shumë se 20 kurseve të mëparshme këtë vit, ato do të pasurohen me risi, duke përfshirë kurse edhe për zejtarinë dhe operatorët turistik, si dhe vijimin e trajnimeve profesionale për personat që vuajnë dënimin në institucionet e vuajtjes së dënimit, si një hap i rëndësishëm drejt riintegrimit shoqëror dhe ekonomik. Pas përfundimit të trajnimeve, kursantët pajisen me certifikat të vlefshme për tregun vendas dhe ndërkombëtar të punës, duke u dhënë atyre mundësi reale për punësim dhe vetë punësim, është shprehur specialistja e Qendrës së Formimit Profesional Publik në Fier, Herda Paço. Risi për vitin 2026 në Qendrën e Formimit Profesional Publik Fier do të jetë kursi i zejtarisë dhe kursi i operatorit turistik, duke qenë se Fier është një zonë shumë e rëndësishme turistike me parkun arkeologjik të Apollonisë dhe të Bylisit dhe me atraksione të tjera, kështu që kemi kënaqësinë, dëshirën të ftojmë të gjithë zonjat, gratë, djemt, vajzat, punëkërkuesit e papunë dhe personat që janë të punësuar të vinë të interesojnë pranë Qendrës së Formimit Profesional Publik Fier që të bëjnë pjesë e këtyre grupeve. Dua të vë theksin tek bashkëpunimi i madh që kemi pasur këtë vit dhe rëndësisë së madhe që do t'i japim dhe për vitin 2026 bizneseve në mënyrë të veçantë. Pjesë shumë e rëndësishme për kursantët që vinë në qendër është edhe certifikimi, i cili njihet edhe në tregun e punës shqiptar, por veçanërisht edhe për ata që duan të shkojnë dhe të punësohet jashtë vendit. Qëllimi i Qendrës së Formimit Profesional Publik në Fier është që të ofrojë qytetarëve aftësi konkrete dhe të certifikuara, të cilat u shërbejnë drejt për punësim dhe vetë punësim, duke i përshtatur me nevojat reale të tregut të punës. Kjo qendër u jep mundësi regjistrimi i qytetarëve nga Bashkitë Fier, Lushnjë, Mallakastër, Roskovec, Patoz dhe Divjak, si edhe nga Berati, Kuçova dhe Dimali të regjistrohen në degët e qyteteve ku jetojnë, ku ka shtrirë shërbimin përtej kufive të Fierit, ka theksuar zonja Paço. Sipas saj, Qendra Publike e Formimit Profesional në Fier fton të gjithë qytetarët që kanë nevojë për një profesion, për një mundësi të dytë apo për një fillim të ri, të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e programeve të trajnimit profesional. Qendra e Formimit Profesional Publik Fier fton të gjithë punëkërkuesit e papunë në zonën e Fierit, Mallakastës, Roskovecit, Patosit, Lushnjës, Divjakës, Beratit dhe Kuçovës që të bëhen pjesë e kurseve profesionale, të kenë mundësinë më tej të integrohen në tregun e punës. Specialistja e Qendrës së Formimit Profesional Fier, zonja Paço, është shprehur se formimi profesional është një mjet i fuqishëm për përfshirje sociale dhe punësim të qëndrueshëm dhe se ajo është e hapur për çdo që dëshiron të ndërtojë një të ardhmen më të sigurt për veten dhe familjen.